Jemi kthyer me njëherë në studio, miqtë dashur, sikurse ju tha, muzika është thjesht për ta përshëndetur nga pak edhe për na akomoduar në këtë kënd të dashur, kur kemi sot kënaqësinë dhe nderin të kemi një profesor të nderuar, një nga regjisorët që punon fort për të na sjellë ende shfaqje të mira dhe aktivitete të rëndësishme në kryeqytet, profesor Nikolin Gurakuqi. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Kënaqësi që të kemi në studio. Në këtë rast është edhe skenarist i vepras që do të vihet në skenën e teatrit ndërton që në thelb. Operas dhe baletit, dasma e Figaros. Ka qenë një ditë e gjatë, dje intensive, me prova, sepse bëhet fjalë për një vepër jo të lehtë dhe një shfaqje goxha intensive, duhet thënë edhe në kohë fizike, apo jo? Patjetër. Është dasma e Figaros është një nga 3 veprat më në zë të teatrit mozartian, ose t'i quajmë 3 operat italiane të Mozartit, sepse janë me libret e Lorenzo da Pontes. Është një libretist që i ka shok të rrallë, sa që libreti i tij qëndron veç edhe si komedi pavarësisht muzikës Mozartit. Edhe sigurisht që kur përballesh me vepra të tilla, aq më shumë që Dasma e Figaros është një titull që është në repertorin e gjithë teatrave të botës, është një kryevepër mozartiane, por edhe që ka edhe një traditë në skenën tonë. Është vënë edhe në vitet 60, në teatrin e vjetër, pastaj edhe në teatrin ku sot është opera kombëtare, në Pallatin e Kulturës, edhe ty është vënë disa herë, kështu që është një vepër që ka traditë, njihet. Edhe veprat që kanë traditë edhe për publikun, por edhe për autorët, sigurisht do të madhesh mirë, dhe por kushtimi, do të them, i trupit, serioziteti ka qenë jashtëzakonshëm, sepse edhe koha s'është se ishte shumë në dispozicion, nuk kishim dhe shumë kohë. Duhet shfrytzuar mirë pra koha që Pa kishit. diskutim, dhe kështu që oraret kanë qenë të zgjatura, oraret e punës, para dite, mbas dite, dhe sot më rrim në provën gjenerale. Sot ne kemi provën gjenerale dhe të dielën kemi premierën. Këtij produksioni të ri të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, produksioni i cili vjen me një mbështetje totale nga ana e titullarit të institucionit Ilir Kernit, i cili nuk e kurseu, të themi, edhe shpenzimin për këtë opera. Pra u bë një skenografi e re, kostume, gjithashtu mjetet teknike që duhen për ta përballu këtë vepër madhështore. Pra dhe gjithë komponentët për të qenë në perfeksion që gjërat të shkojnë mbarë dhe bukur, apo jo? Perfeksioni mirë, nuk arrihet e vërtet, por fakti tendenca. Jo, domethënë kur po të kesh përpara një staf profesionistësh, nga ato që duken në skenë, dhe nga ato që s'duket, arrin rezultat. Arrin patjetër. Që arrin edhe nuk është era parë që në opera punohet kështu. Kuptohemi që në teatr janë bërë vepra nga më të mëdha të repertorit operistik botror. Po ky është një zhanër tjetër. Është një zhanër tjetër teatri i ndërtuar, prandaj dhe quhet teatri mozartian, sepse është i ndërtuar mbi recitative ku s'ka orkestër, ku vetëm flitet me pak muzikë, dhe pastaj pjesa tjetër është janë numra muzikor. Është ndërtuar me numra muzikor, në cilat janë arje, janë duete, janë tercete, janë kuartete, janë sekstete. Pra I ka të gjitha nga pak, apo jo, të përfshira. I ka të gjitha brenda dhe sigurisht është si puna, kjo vepër është si për interpretin, është si puna atij atletit që merr pjesë në shumë gara, atyre 5 garistave apo 10 garistave që duhet t'i zotrojnë gjitha disiplinat. Kjo është. E qartë, është një vepër me 4 akte, një opera komike dhe që vjen për mtepër edhe me i paraqitje le të themi të veçantë, megjithëse kasti i aktorëve lexoj që është vërtet një kast shumë i përzgjedhur, por në rolin e kontit është Valeri Turmanov, një tenor bullgar në mos gaboj. Bariton. Bullgar dhe me Oriana Kurteshin, të mirënjohurën Oriana Kurteshin që është në rolin e Suzanës. Patjetër, sigurisht që Oriana Kurteshi këtë radhë është ftuar nga drejtoria e teatrit për të marrë pjesë në këtë produksion të Dasmës Figaros në rolin e Suzanës, që është personazh kryesor bashkë me Figaron.
Oriana ka disa ditë që ka ardhur, duke u futur në një cikël provash intensive, sepse kur erdhi e gjeti pothuajse gati produksionin, e kishim pothuajse mbyllur dhe kështu që në desht vetëm ta fusim Orianën në atë produksion, të cilin kishim ditë që po e vinin në skenë. Por ajo me inteligjencën e saj edhe me përgatitjen e saj pa diskutim që u fut më njëherë. Por unë duhet përmend këtu, nëse do më lejoni mua, që ti përmend ato kolegë. Patjetër që po. Patjetër. Në rolin e Suzanës, përveç Orianës është edhe ish studentja ime Eriona Gjyzeli, një soprano e stabël e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, që ka bërë një punë të shkëlqyer dhe që pa diskutim mendoj që do të realizoj një Suzanë shumë të mirë. Kemi në rolin e konteshës sopranon tashmë me një karrierë të gjatë në skenën e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, Mariana Legën, që në produksionin e shkuar të 2002-shit, ajo ka luajtur Suzanën, kështu tani vjen në rolin e konteshës, pra vjen me një rol tjetër, me një bagazh më të madh, edhe me një mondanitet ta quajmë, që i shkon edhe moshës Marianas tani. Gjithashtu është në këtë rol është një soprano tjetër e talentuar, që është Ulpiana Liej, e cila që në audicion bën një figurë shumë të mirë edhe që meritoi pa diskutim rolin, edhe gjithashtu bën një performancë jo vetëm në Shqipëri, po edhe jashtë Shqipërisë, Ulpiana. Pastaj kemi në mënyrë të padiskutueshme rolin kryesor të operës, që është Figaro. Një Figaro shumë i mirë, me një diapazon shumë të gjerë, vokal edhe skenik, i cili nuk rresht së lodhuri fizikisht, se nuk e diskutoj nga ana vokale, po nuk rresht së lodhuri fizikisht, sepse është një rol shumë i shkathët, e që kërkon dhe përgatitje fizike, si Figaro edhe Suzana. Por ata janë tri e përballojnë. Dhe ka një energji e cila do të reflektohet dhe në skenë. Unë nuk mund të jem Figaro. Por ti mund të shijosh Figaron, apo jo, në formë të mirë të mundshme. Po, patjetër, po tani që kam fillu të distancohem, pra jo të jem brenda, po kam fillu të distancohem dhe ta shoh nga jashtë atë punë që kam bërë, kështu që dje u distancova mirë, ndej në sallë, dhe pash qa funksionante, qa nuk funksionante, dhe i shënova të gjitha. Dhe sot do të bëhet skaneri si që duhet, Besoj se sot ato kanë çfaqe. Kështu që duhet konsideruar... Sot kanë çfaqe, patjetër, sot është me si çfaqe, me drita, me kostume, me grim. Gati për të performuar, apo jo? Gati për të performuar, patjetër. Një shfaqje e cila vlen për të theksuar do të zgjasë mbi 3 orë, apo jo? Me të gjithë të komponentët që ne përmëndëm? Po, është 4 orë, vepër me 4 akte që zgjatë rreth 3 orë, dhe sigurisht në kohën e Mozartit njerëzit s'kishin televizion, s'kishin video, nuk ishin celular, kështu që s'kishin shihoni veprat e tij për orë. Shkonin rrirja 4-5 orë. Po 3 orë s'është asnjë gjë. Është censuruar pak. Po të shohësh Don Carlon e Verdit versionin francez është me 5 akte, i shkon mëngjes del dark nga çfaqja. Kështu që më ka qellu për shembull në Paris të shoh Shën Franceskun e Asizit 6 orë opera. 6 orë. Po publiku siktë aty rritet. Sepse janë edukuar edhe me këtë formë. Mendoni se publiku do të qëndroj i mbërthyer në... Po ka qëndruar, në veprat mozartiane ka qëndruar. Ka qëndruar sepse ne sa po pak muaj më përpara bëm Kozi fan tutte, që është po vepër mozartiane, dhe unë kam qenë i ftuar këtu më duket, por Kozi fan tutte edhe qëndron. Kështu që dhe publiku shqiptar ka filluar të edukohet që të shijojë të tilla vepra, apo jo, pavarësisht Në minutazhit. dorë ka, do po i pëlqeu, 3, po si pëlqeu, e di vete, s'do në marri lene. Premiera do t'jetë të dielën, apo jo? Është shtrirë në kohë, pra është në datën 15 ditën e dielë, dhe do të vazhdojë edhe në data tjera, në 17, 19 edhe 21 gjithmonë në orën 19. Në orën 7.
Vlen vetëm për të shijuar nga ana juaj, profesor Nikolin Gurakuqi ka bërë maksimum me të gjithë këtë staf emrash profesionistësh që të ofrojnë një vepër të jashtëzakonshme. Sot ne tham janë provat gjenerale, për publiku do të mund ta shijojë të dielën në datë 15, kështu që festat tuaja do të marrin kuptim nëse shihoni edhe një vepër. Me njëherë pas ditës verës. Patjetër. Nëse do më lejoni, sepse jam pak sensibël kërshi artistëve me cilin kam punuar dhe do t'i përmend t'i gjithë. Kemi në rolin e Kerubinit, kemi Vikena Kamenicën, e cila performon një rol krejtësisht të veçantë. Kerubini është një personazh, është një djalosh, adoleshent, që me zipret momentin për të gjetë vetëm me një femër i pushtuar nga një erotizëm i papërmbajtshëm dhe don të shkojë në shtrat me çdo që i del përpara. Kuptohet që ky është një rol pak delikat për sa i përket sepse është rol mashkull i shkruar për mezzo soprano. Por Vikena e mbulon jashtëzakonisht mirë rolin, nga ana është edhe rol i shumë i lëvizshëm për sa i përket plastikës skenike. Pastaj kemi personazhe të tjerë të rëndësishëm, që është Marcelina, interpretuar nga Sonila Baboqi, është personazhi një xitele 50-60 vjeçare, e cila do të martohet me Figaro. Është një djalë i ri. Plot energji. Po, patjetër, po në fund ai del që është djali i kësaj. E ka pas bërë në rini dikur me doktor Bartolon. Në rolin e Bartolos kemi basin Sidrit Bejleri, i cili vjen me një figurë ndryshe këtë radhë, një personazh jo i karikatizuar nga ana e jashtme, por i interpretuar shumë bukur edhe me inteligjencë dhe, si me thënë, ana përqeshse personazhit e kanë përqesh, për kanë përqesh me disa tike edhe të jashtme, por edhe të mënyrës së interpretimit. Gjithashtu, një personazh tjetër i të thojë i rëndësishëm që lidhet me personazhet që janë në shërbim të kontit, është Roel Lupo dhe Ergy Smita, të cilët interpretojnë rolin e Don Bazilios, që në vepër ai është mësuesi i muzikës, po në fakt unë këtu e kam transformuar, kam bërë si këshilltarin e kontit. Kështu që në përgjithësi këta këshilltarët janë peqelepe, po ky nuk është thjesht u peqelepe, ky shkon edhe më përtej. E qartë, për ta përmbyllur se jemi në limitat e... Dakor, e mbylla. Jo, për të përmendur dhe emrat e mbetur që... Po, emrat e mbetur janë në rolin e Don Kurcios është... Denis Skura? Denis Skura, po. Edhe... Kamaru tjetër? Jemi dhe me rolet e Barbarinës? Po, në rolin e Barbarinës kemi Rezarta Qevanin dhe Erinda Agollin, një vajzëres apo ka marruar Akademinë e Arteve, e kam pat studente. Edhe të Antonios për të mbyllur. Në rolin e Antonios është Gens Vosga, i cili gjithashtu është një rol karakteri, dhe Gensi e përballon goxha mirë. Dhe me sa duket kemi dhe shkëmbim, le të themi, eksperjencash, talente të ri, me ata me më shumë eksperiencë, cilët do sjellin të kompletuar këtë shfaqje. Ne vërtet ju falenderojmë shumë pavarësisht impenjimit profesor që ishit me ne në studio, edhe për ta sugjeruar konkretisht për publikun, ju mbetet me datë 15 dhe më tej ta shihoni këtë vepër.